Atë ka rënë ndonjëherë në sy që ai të shkruan pikërisht atëherë kur ti më në fund fillon të lëshosh? Kjo gjithmonë ndodh në momentin kur ti rifiton ekuilibrin tënd të brendshëm. Kur dhimbja në gjoksin tënd fillon ngadalë të shuhet dhe ti kujton sërish se si ndihet jeta jote, pa të papritur shfaqet emri i tij në telefonin tënd. Për një çast të ndalet fryma. Duket gati kozmike, sikur ai ta ndjente se ti po shkëputesh prej tij nga brenda. Por kjo nuk është as magji dhe as rastësi. Është psikologji. Është ritmi i padukshëm i sjelljes njerëzore, një tension i qetë energjik që lind kur dy njerëz që dikur ishin të lidhur nuk janë më në harmoni. Sot dua të tregoj një të vërtetë që pothuajse çdo grua e injoron kur një burr tërhiqet. Një të vërtetë që shpjegon pse kjo gjithmonë ndodh pikërisht atëherë kur ti fillon të lëshosh. Ja ku është, burrat nuk dashurohen kur janë pranë teje. Ata dashurohen kur nuk janë pranë teje. Kur ti vazhdimisht shkruan, pyet, shpjegon ose përpiqesh të rregullosh diçka, ti nuk e shkatëron lidhjen, ti e mbyt atë. Ja heq hapësirën që mendja e tij ka nevojë për të kuptuar se çfarë po humb. Përpiqesh të mbash diçka që bëhet më e fortë vetëm kur e lejon të marrë frymë. Distanca nuk e shkatëron tërheqjen, ajo e ushqen atë. Dëshira nuk rritet nga afërsia e vazhdueshme, por nga misteri, hapësira dhe mungesa. Burrat janë të programuar biologjikisht dhe psikologjikisht për të kërkuar, për të gjuajtur, për të pushtuar. Natyrat e tyre gjejnë kuptim në ndjekje. Energjia mashkullore ndihet më e gjallë kur lëviz drejt diçkaje që e vlerëson. Kështu që nëse ti je gjithmonë e disponueshme, i përgjigjesh menjëherë dhe dëshmon vazhdimisht rëndësinë tënde, ti ja heq atij pikërisht këtë gjueti. Ti e largon tensionin emocional që ndes zjarrin e dëshirës. E di, është e vështirë. Heshtja ndihet e rëndë. Distanca ndihet si refuzim. Por gruaja që kupton fuqinë e mungesës së saj bëhet e paharrueshme. Nuk ka të bëjë me lojra apo manipulim, por me një kuptim më të thellë të mënyrës se si funksionon me të vërtetë tërheqja. Lidhja nuk rritet përmes kontrollit, por përmes të kundërtave. Është tensioni mes afërsisë dhe distancës, mes dhënies dhe tërheqjes që e mban dashurinë gjallë. Carl Jung ka thënë një herë, takimi i dy personaliteteve është si kontakti i dy substancave kimike, nëse ndodh një reagim, të dyja transformohen. Kur ti pushon së lodhur i tepër dhe fillon të mbetesh në qendër tënde, krijon hapësirë për këtë transformim. Ti pushon së dashuri të formosh ndjenjat e tij dhe fillon të formosh të tuat, sepse kur ti gjen paqe brenda vetes, nuk të duhet askush që të ta jap atë. Pra çfarë ndodh me të vërtetë kur një burr tërhiqet? Në fillim gjithçka është e mrekullueshme. Ju shkruani, qeshni, ndani histori. Ti ndihesh e parë, e kuptuar, e zgjedhur, dhe pa pritur diçka ndryshon. Mesazhet e tij bëhen më të rralla, thirrjet e tij më të shkurtra, entuziazmi i tij më i dobët. Ti e ndjen para se ta shohësh atë tërheqje të hollë që të lë një boshllëk në stomak. Pyet veten çfarë bëra gabim. A isha shumë? A thash diçka? Apo humbet interesin? Koka jote kërkon me ethe përgjigje që nuk vijnë. Por e vërteta është, kur një burr tërhiqet, kjo nuk do të thotë se ti ke bërë diçka gabim. Shpesh është e kundërta. Energjia mashkullore është ciklike. Ajo lëviz në val përpara dhe mbrapa, afër dhe largim. Si baticat, ajo duhet të tërhiqet për t'u kthyer sërish. Kur një burr ndjen afërsi intensive emocionale, ndonjëherë ai instinktivisht tërhiqet jo sepse të refuzon, por sepse ka nevojë për hapësirë për të reflektuar, për punuar, për të marrë frymë. Ai nuk të refuzon, ai po rregullon veten. Mendo për një shirit gome. Kur shtrihet, ai automatikisht tërhiqet mbrapa, vetëm për t'u kthyer pastaj me më shumë forcë. Ky është ritmi natyror i dëshirës mashkullore. Problemi është që shumë gra e interpretojnë gabim këtë tërheqje. Ato ndjejnë ndryshimin dhe kapen nga paniku. Kërkojnë konfirmim, marrin telefonin, përpiqen të zgjidhin problemin dhe pikërisht kjo krijon presion. Dhe presioni, edhe emocional, është mënyra më e shpejtë për ta shtyrë një burr edhe më larg.
Ajo që ai ka nevojë në atë moment nuk është më shumë nga energjia jote, por mungesa e saj. Ai duhet të ndjejë si ndihet jeta kur ngrohtësia jote nuk mbush më botën e tij. Ai duhet të përjetojë atë boshllëk të qetë ku më parë ishte prania jote. Vetëm atëherë ai kupton se çfarë vërtet vlerëson. Kur një grua lejon këtë hapësirë pa reaguar nga frika, ajo bëhet e fortë, jo e ftohtë, jo e largët, por e qetë dhe e qëndrueshme. Ajo qëndron në paqen e saj dhe lejon distancën të bëjë atë për të cilën është e destinuar të krijojë kontrast. Vetëm atëherë ai kujton ndjesinë e të qenit me të, jo sepse ajo ja kujtoi, por sepse ajo e lejoi ta ndjente mungesën. Në heshtjen e saj ai dëgjon mendimet e tij, mallin, dëshirën e tij. Dhe nëse lidhja është e vërtetë, ai do të kthehet tek ajo, jo sepse ajo e ndoqi, por sepse nuk e bëri. Ky është paradoksi i tërheqjes, sa më shumë të mbash, aq më shpejt të shpëton. Në momentin që lëshon, ajo fillon të kthehet. Shumica e grave besojnë se duhet të bëjnë më shumë për të mbajtur vëmendjen e tij. Por e vërteta është gruaja që qëndron në qendrën e saj, që është e butë por e sigurt, që nuk lyp vëmendje dhe nuk detyron qartësi, mbetet në mendjen e tij shumë kohë pasi të tjerat janë zbehur. Nuk bëhet fjalë për ta ndëshkuar, por për të mbrojtur paqen tënde. Nëse ai vërtet të përket, ai do të kthehet me qartësi, jo me konfuzion. Dhe nëse jo, kjo nuk është humbje, por një zbulim. Ti nuk e humbe atë, ti e njohe. Kur një burr tërhiqet, ai bëhet një pasqyrë. Ai të tregon ku ende kërkon konfirmim nga jashtë, ku ngatëron heshtjen me pavlerë, ku ke frikë të jesh vetëm. Kur ti pushon së ndjekuri dhe në vend të kësaj zhytesh më thellë në vetë vlerësimin tënd, gjithçka ndryshon. Pushon së prituri që ai të zgjedh dhe fillon të zgjedhësh veten. Pushon së reaguarit dhe fillon të ndriçosh. Pastaj energjia ndryshon. Ti bëhesh gruaja që nuk ndjek lidhjen, ajo e krijon atë. Dhe burri i duhur do të bëjë gjithçka për të mos e humbur atë. Pra kur ai tërhiqet, merr frym. Mos vrapo pas ti. Mos kërko përfundime që ai nuk i ka merituar. Qëndro në fuqinë tënde dhe lëre heshtjen të flasë. Heshtja nuk është dobësi, është tingulli më i fortë që ai do të dëgjojë ndonjëherë. Kur ai ndjen se paqja jote nuk varet nga prania e tij, ai do të ndjejë mungesën e energjisë tënde si një ndryshim në ajër. Atëherë ai kupton se çfarë mungon, jo sepse ti e the, por sepse ai e ndjeu. Ka diçka magnetike te një grua që mbetet e qetë kur energjia ndryshon, që nuk bëhet nervoze kur ai ka nevojë për kohë për t'u përgjigjur, që nuk e mbianalizon një mesazh dhe mban siguri në çdo pauzë. Ajo mbetet e qetë, e rrënjosur dhe e sigurt. Kjo forcë e qetë, e palëkundur është e parezistueshme, sepse pa fjalë thot, unë isha e plot shumë kohë para se ti të vije. Ky është mendësia e pashqetësuar, jo ftohtësi, jo indiferencë, por dienia se bota jote emocionale është e jotja. Dashuria nuk do të thotë të humbësh veten në ritmin e tjetrit, por të mbetesh e rrënjosur në tënden dhe t'i lejosh tjetrit të takojë aty. Kur ti jeton këtë të vërtet, aura jote ndryshon dhe ky ndryshim flet më fort se çdo fjalë. Ka diçka thellësisht të fuqishme në momentin kur një grua ndalon së ndjekuri, jo nga krenaria apo egoja, por nga vetdia. Kur ajo pushon së kapuri, ajo fillon të marrë. Kjo është zhvendosja e qetë që ndryshon gjithçka. Kur energjia jote drejtohet nga brenda dhe e kupton se nuk ke pse të bindësh askënd të qëndroj, atëherë gjithçka që është e destinuar për ty ndihet e lehtë dhe natyrale, kur e detyruar. Këtu qëndron fuqia e vërtetë e energjisë femërore, jo në përpjekje, por në qetësi, jo në kontroll, por në besim. Gruaja që e mishëron këtë, rrezaton diçka të rrallë, qetësi, thellësi dhe një prani magnetike që nuk mësohet, por ndjehet. Burrat tërhiqen nga paqja, jo nga heshtja e tërheqjes, por nga paqja e brendshme e një gruaje që e njeh veten e qetë në pasiguri, e sigurt në vetmi dhe e rrënjosur në vlerën e saj. Prandaj ajo nuk e humbet atë kur lëshon, ajo i jep hapësirë të gjejë vetë rrugën e tij. Tërheqja e vërtet nuk lind nga ndjekja, por nga polariteti. Energjia mashkullore dhe femërore kanë nevojë për hapësirë për të krijuar lëvizje. Pa këtë hapësirë gjithçka bëhet e ngurtë.
Kur ta kuptosh këtë, ndalon së friksuari nga distanca e tij dhe e njeh për atë që është në të vërtetë frymëmarrja natyrale e lidhjes, ritmi që e mban dashurinë gjallë. Carl Jung tha një herë, derisa ta bësh të pavetëdijshmen të vetëdijshme, ajo do të drejtojë jetën tënde dhe ti do ta quash fat. E njëjta gjë vlen edhe për dashurinë. Derisa të mos jesh i vetëdijshëm për modelet e pavetëdijshme që përcaktojnë reagimet e tua, nevoja për miratim, frika nga refuzimi, detyrimi për të dhënë shumë, do t'i përsërisësh vazhdimisht dhe do t'i konsiderosh fat. Por sapo ti njohësh qartë, fiton fuqi mbi to. Fillon të kuptosh se tërheqja e tij nuk do të thotë refuzim, por prek thjesht një dhimbje të vjetër brenda teje. Kur fillon të shërosh atë plag, kur mëson të mbash veten në hapësirën ku dikur bie në panik, e shndërron reagimin në zotërim. Dashuria nuk ka të bëjë me atë kush shkruan i pari, kush ndjen më shumë ose kush ka kontrollin. Ka të bëjë me energjinë, me ekuilibrin emocional. Nëse kapesh fort, e largon dashurinë. Nëse lëshon, e lejon të hyjë. Kjo nuk do të thotë të injorosh ndjenjat e tua, por t'i mbash ato me dinjitet. Kur ai tërhiqet, në vend që të biesh në frikë, e përqendron vëmendjen tek vetja. E mbush jetën tënde përsëri me kuptim, me qëllimet e tua, kreativitetin, miqësitë, pasionet. E kujton veten se je një grua e plot me ose pa vëmendjen e tij. Kjo nuk është krenari, është përputhje. Dhe ironikisht, është pikërisht kjo përputhje që e tërheq sërish, sepse ai ndjen ndryshimin. Burrat ndjejnë energjinë përpara se ta kuptojnë atë. Nëse je e dëshpëruar, ata e ndjejnë. Nëse je e qetë, ata gjithashtu e ndjejnë. Njëra largon, tjetra tërheq. Ekziston një forcë e padukshme në një grua që di se nuk ka asgjë për të provuar. Heshtja e saj nuk është armë, por kufi. Distanca e saj nuk është manipulim, por vetë respekt. Ajo nuk mbush boshllëqet me fjalë dhe nuk kompenson pasiguritë e tij. Ajo ka besim se ajo që duhet të qëndrojë, do të qëndrojë dhe ajo që duhet të ikë, do të ikë. Ky besim lind nga përvoja, nga dhimbja e ndjekjes së mëparshme, nga lodhja e dhënies së tepërt, nga kuptimi se paqja është më e vlefshme se potenciali. Kur e kupton këtë, ajo bëhet e patundshme. Energjia e saj zbutet, fokusi i saj zgjerohet, prania e saj bëhet më e lehtë. Ajo nuk shqetësohet më për të humbur dikë që nuk e zgjedh atë, sepse e di, të humbasësh dikë që nuk e njeh vlerën tënde nuk është humbje, por çlirim. Kur një grua e ri merr fuqinë e saj, energjia e saj ndryshon. Mesazhet e saj bëhen më të shkurtra, jo nga ftohtësia, por nga qartësia. Përgjigjet e saj vijnë më ngadalë, jo nga mungesa e interesit, por nga balanca. Toni i saj është i qetë, prania e saj e qëndrueshme, rrezatimi i saj i përqendruar. Dhe kjo i tërheq burrat në mënyrë magjike. Jo sepse ajo luan, por sepse ajo rrezaton siguri diçka e rrallë. Shumica kërkojnë miratim, të paktat që e njohin vlerën e tyre dallohen pa mundim. Energjia mashkullore tërhiqet instinktivisht nga kjo tokëzim. Ajo zgjon diçka të thellë, primitive, dëshirën për ta kuptuar, për ta merituar, për ta mbrojtur. Por nuk ka të bëjë me manipulimin e një burri që të ndjek. Ka të bëjë me transformimin e brendshëm tënd, në mënyrë që të krijosh natyrshëm tërheqje pa e detyruar. Ti nuk reagon më ndaj tij, por i përgjigjesh vetes. Ti dëgjon energjinë tënde përpara se të veprosh. E pyet veten, po e kontaktoj sepse vërtet dua lidhje apo sepse kam frikë ta humbas? Nëse përgjigjja vjen nga frika, ti pret. Ti merr frymë. Ti mban veten. Kështu lind pjekuria emocionale. Kështu ndalon së bëri ekuilibrin tënd të brendshëm të varur nga sjelljet e jashtme. Kur arrin këtë gjendje, marrëdhëniet e tua ndryshojnë. Nuk tërheq më kaos, sepse kaosi nuk ndihet më si shtëpi. Nuk toleron më konfuzion, sepse kufit e tu nuk e lejojnë. Nuk ndjek më qartësi nga njerëz që ofrojnë vetëm gjysmë të vërteta dhe heshtje, sepse ke mësuar të krijosh paqen tënde në vend që të lutesh për të. Atëherë bëhesh e paharrueshme jo për pamjen apo fjalët e tua, por për energjinë tënde. Burri i duhur nuk do të mund të qëndrojë larg, jo sepse je e vështirë për t'u pasur, por sepse je e pamundur për t'u harruar.
Fuqia femërore nuk bërtet, nuk lutet, nuk konkuron. Ajo është e qetë, e sigurt, plot hir. Dhe kur ti e mishëron këtë, ndalon së friksuari distancën, fillon ta zotërosh atë, sepse e kupton se çdo tërheqje e burrit nuk është ndëshkim nga universi, por një mësim, të zgjedhësh veten tënde e para. Gruaja që e kupton këtë nuk humbet kur diçka që nuk është për të. Ajo do të jetë ajo që jep tonin jo vetëm në dashuri, por edhe në jetë. Në një moment, çdo grua e kupton se ndjekja nuk ka pasur kur të bëjë me dashurinë, por me vlerësimin e vetvetes. Ne nuk ndjekim sepse tjetri është i pasvendësueshëm, por sepse besojmë se miratimi i tij do të vërtetonte vlerën tonë. Mendojmë se nëse ai qëndron, na zgjedh, sheh vlerën tonë, atëherë më në fund do të jemi të mjaftueshme. Por sa herë që ndjek dikë që largohet, ti e braktis pak nga pak veten. I mëson sistemit nervor se dashuria do të thotë përpjekje, frikë dhe provë, dhe kjo nuk është dashuri, është mbijetesë. Ndryshimi fillon kur ndalon ta bësh vëmendjen e tij oksigjenin tënd, kur nuk e ngatëron më intensitetin emocional me lidhjen. Dashuria nuk duhet të ndihet si të ecësh mbi lëvoshka vezësh ose si të dyshosh çdo fjalë. Dashuria nuk ka nevojë të ndiqet. Ajo rrjedh aty ku i përgjigjen. Ajo rritet aty ku është e sigurt, dhe ajo thellohet aty ku të dy janë emocionalisht të pranishëm. Gjëja më tërheqëse që mund të bësh ndonjëherë është të ndihesh e sigurt në praninë tënde. Ta bësh energjinë tënde një vend paqeje. Aty fillon tërheqja e vërtet, jo në bërje, por në të qenin. Kur një grua ndjehet në shtëpi me veten, gjithçka ndryshon. Zëri i saj zbutet, gjua e trupit të saj çlodhet, energjia e saj bëhet e gjerë në vend të shqetësuar. Ajo nuk kërkon më miratim jashtë vetes, sepse është e ankoruar në të vërtetën brenda saj. Ajo e di se vlera e saj nuk është një shfaqje dhe dashuria nuk është një çmim. Kjo siguri e brendshme nuk do të thotë se ajo kur nuk do të lëndohet, por se i beson mjaftueshëm vetes për të përballuar gjithçka që vjen. Dhe ky besim rrezaton. Shihet në sytë e saj, në mënyrën si lëviz, në qetësinë që ajo rrezaton. Kjo është gruaja që nuk ndjek dashurinë, ajo e tërheq atë. Burrat ndjejnë këtë ndryshim, edhe kur nuk mund ta shpjegojnë. Kur ti ndalon ti përgjigjesh distancës me reagim, kur mbetesh plot hir në vend që të kapesh, ata e ndjejnë atë si diçka të pazakontë, por magjepsëse. Sepse pak gra e zotërojnë këtë ekuilibër, dashuri pa nevojë, ngrohtësi pa varësi. Shumica e njerëzve janë kushtëzuar të barazojnë dashurinë me komunikim të vazhdueshëm, përgjigje të menjëhershme dhe hapje emocionale. Por pjekuria emocionale qëndron në përmbajtje. Është dienia se lidhja nuk duhet të detyrohet, ajo duhet të ndjehet. Pikërisht aty qëndron fuqia jote, në aftësinë për të duruar pasigurinë pa u shembur, në aftësinë për të qëndruar në heshtje pa e mbushur, në besimin se dikush që vërtet të vlerëson do ta gjejë rrugën drejt teje, jo sepse e lyp, por sepse ai vetë e do. Gruaja e qetë nuk ngre mure, ajo vendos kufi. Ajo nuk është e mbyllur, ajo është e rrënjosur. Dhe ky ndryshim është vendimtar, sepse kur je e rrënjosur, energjia jote thotë, jam e hapur, por jo e disponueshme për atë që më kushton paqen. Pikërisht kjo energji krijon polaritet, atë siguri të qetë dhe të palëkundur që tërheq njerëzit pa qenë nevoja të bësh asgjë. Nuk është bukuria ose fjalët e tua që magjepsin, është prania jote. Mënyra se si hyn në një dhomë pa pasur nevojë të nxitohesh për t'u parë. Mënyra se si dëgjon pa dashur të provosh diçka. Mënyra se si buzëqesh pa pritur asgjë. Është energji, thellësi, autenticitet. Një grua që nuk luan më, por thjesht është. Ky lloj energjie nuk mund të imitohet apo të shtiret. Nuk është diçka që bën, është diçka që bëhesh. Tërheqja femërore lind nga liria emocionale, nga vetbesimi, dorëzimi dhe lëshimi. Kur e mishëron këtë, ndalon së dashuri të kontrollosh kohën, sjelljet apo reagimet. Nuk ke më nevojë për përmbyllje nga njerëz që kur nuk kanë mundur të japin qëndrueshmëri. Fillon të kuptosh se paqja jote është fuqia jote dhe se asnjë miratim i jashtëm nuk mund të zëvendësojë përputhjen e brendshme.
Pastaj gjithçka fillon të rrjedh dashuri, mundësi, qartësi, lidhje, sepse universi reagon ndaj energjisë së rrënjosur. Ai pasqyron gjendjen tënde të brendshme. Nëse je e shqetësuar, tërheq konfuzionin. Nëse je e qëndruar, tërheq përputhjen. Nëse je e dëshpëruar, tërheq distancën. Por nëse je e qetë vërtet e qetë, tërheq njerëz që të takojnë aty ku je. Shërimi nuk është vetëm punë emocionale, por edhe energjetike. Është trajnimi i sistemit tënd nervor që të ndihet i sigurt në heshtje. Është të mësosh se heshtja nuk është kërcënim. Është të kuptosh se vetmia nuk është dënim, por forcë. E vërteta është, gruaja që ka zotëruar shkëputjen nuk ka nevojë të thotë shumë. Energjia e saj flet për të. Ajo mund të largohet nga sinjalet e përziera pa hidhërim. Mund t'i lërë mesazhet pa përgjigje. Mund të zgjedh paqen mbi shpjegimin. Jo sepse është e pandjeshme, por sepse e di që qartësia kur nuk lind nga kaosi. Ajo kupton se nëse diçka kërkon vazhdimisht hamendësim, nuk është harmoni, por konfuzion. Dhe ajo refuzon të ndërtoj paqen e saj mbi një terren të pasigurt. Qëndrimi i palëkundur nuk ka të bëjë me ftohtësinë, është respekt për veten. Bëhet fjalë për të njohur se vëmendja jote është e shenjtë, prania jote e vlefshme dhe jo të gjithë e meritojnë atë. Kur e trajton energjinë tënde si të çmuar, nuk e shpërndan më lehtë. Ndalon së pritur ndërsjellësi nga ata që vetëm marrin. Dhe pikërisht atëherë ndryshon gjithë aura jote, sepse universi pasqyron mënyrën se si e trajton veten. Kur ngrit standardet e tua, gjithçka përreth teje ndryshon. Dhe po, sapo të tërheqësh energjinë tënde, disa do ta ndjejnë. Do ta ndjejnë ndryshimin, do të kontaktojnë sërish. Por këtë herë do të shohësh qartë kush kthehet nga një lidhje e vërtetë dhe kush thjesht e ka marrë malli për energjinë tënde për të ushqyer prej saj. Dallimi bëhet i dukshëm, sepse nuk vepron më nga mungesa, por nga vetdia. Nuk kërkon më një njeri që të plotëson, por fton dikë që të pasuron. Një siguri e qetë lind nga të diturit se mund të duash dikë thellësisht, por që je mirë edhe nëse nuk e bën. Kjo është liria e vërtetë. Kur nuk ndjek më, nuk lyp e nuk detyron, fillon të tërheqësh atë që është e destinuar për ty pa mundim. Sepse ajo që është për ty, kur nuk ka nevojë të bindet. Ajo të takon aty ku je e qetë, e sigurt, në përputhje. Gjuetia përfundon në momentin kur kupton se nuk është dashur kur të vrapoje, është dashur të marrësh. Ky është thelbi i energjisë së vërtet femërore, butësi me forcë, hapje me qartësi, dashuri me kufi. Mund të jesh e mirë pa zemër, pa u shfrytëzuar. Mund të jesh e kujdesshme pa qenë naive. Mund të jesh e brisht pa humbur forcën tënde. Kur jeton këtë ekuilibër, energjia jote bëhet e papërballueshme. Nuk ke më nevojë të provosh vlerën tënde, prania jote e bën atë për ty. Dhe këtu qëndron sekreti që ndryshon gjithçka. Kur bëhesh kjo grua, ndalon së kërkuari dashurinë ti bëhesh dashuri. Ndalon së pritur miratim dhe fillon ta rrezatosh atë. Atëherë nuk tërheq më nga boshllëku, por nga plotësia. Atëherë jeta fillon të pasqyroj pikërisht energjinë që ke kultivuar brenda vetes. Pra kur ai të tërhiqet përsëri buzëqesh but dhe lëre të shkoj. Ke mësuar se paqja jote është shumë e çmuar për ta shkëmbyer me pasiguri. Ke mësuar se vlera jote nuk varet nga aftësia e dikujt për ta njohur atë. Dhe ke mësuar se qetësia e vërtet nuk është indiferencë, por mjeshtëri. Sepse tani e di, nuk ishe kur e destinuar të ndiqje dashurinë, ishe e destinuar ta mishëroje atë. Kur një grua hyn vërtet në fuqinë e saj, ajo kupton se tërheqja nuk ka të bëjë me strategji, kohë apo taktik, por me energji, me prani, me atë fushë të padukshme por të ndjeshme që krijon kur zgjedh veten. I qëndron besnike vlerave të saj dhe kur nuk zvogëlohet për t'u pëlqyer të tjerëve. Në këtë nivel ajo nuk shqetësohet më për mesazhet, kohën apo investimet. Ajo e di që lidhja e vërtet lind nga qëndrueshmëria, ndeshmëria dhe energjia e përbashkët, jo nga provat apo kompensimi i tepruar. Qetësia e saj bëhet magnetike sepse tregon, ajo është e tëra, e plot dhe e palëkundur pavarësisht kush qëndron apo largohet. Energjia mashkullore reagon ndaj kësaj vetvetiu.
Burrat janë të programuar të ndjekin ndjenjat jo logjikën. Ata ndjekin atë që zgjon tek ata kurreshtje, dëshirë dhe tension. Ata ndihen të tërhequr nga një energji që i sfidon, i bën të mendojnë, të pyesin dhe të duan. Kur një grua ndalon së shtiruri, së shpjeguari apo së ndjekuri, ajo aktivizon një të vërtetë të thellë psikologjike. Mungesa krijon mall dhe kurreshtja sjell afrimitet. Ajo nuk ka nevojë ta manipulojë atë, t'i shkaktoj faj apo ta testoj. Ajo thjesht lë energjinë e saj të flasë për të. Ky është thelbi i fuqisë femërore, jo kontroll, por ndikim, jo ngjitje, por prani. Carl Jung tha, vizionin tënd do ta shohësh qartë vetëm kur mund të shikosh në zemrën tënde. Ai që shikon jashtë, ëndërron. Ai që shikon brenda, zgjohet. Pikërisht ky zgjim e shndërron një grua nga e zakonshme në magnetike. Kur ajo shikon brenda, kupton se lumturia, paqja, forca dhe dashuria e saj nuk varen nga askush tjetër. Ato ekzistojnë të pavarura, të plota. Ky vetëdijsim ndryshon gjithçka. Burrat reagojnë ndaj grave që janë të plota në vetvete, sepse ato zgjojnë tek ata kurreshtje, admirim dhe tërheqje. Ata ndjejnë një tërheqje magnetike ndaj një pranie që nuk është nevojtare apo e nxituar, por e gjallë, e qetë dhe rrezatuese. Këtu fillon mishërimi i vërtetë. Nuk mjafton të kuptosh këto koncepte vetëm intelektualisht, duhet t'i jetosh. Duhet t'i ndjesh, t'i ankorosh në trupin tënd, në qëndrimin tënd, në tonin tënd, në shikimin tënd, në çdo ndërveprim. Energjia femërore është njëkohësisht lëvizje dhe heshtje. Ajo shfaqet në mënyrën se si relakson shpatullat, merr frymë thellë dhe ecën me një siguri të qetë. Në momentin kur mban kontaktin me sy dhe më pas e lëshon me vetdije, krijon hapësirë. Ajo shfaqet në ritmin e fjalëve të tua, në lehtësinë e buzëqeshjes tënde, në qartësinë me të cilën thua të vërtetën tënde pa justifikim, pa nevojë. Çdo gjest, çdo pauzë, çdo prani dërgon të njëjtin mesazh. Je e rrënjosur, e qëndruar dhe e sigurt në vlerën tënde. Kur një grua mishëron plotësisht këtë energji, ajo ndalon së kërkuari mbyllje nga njerëz që kur nuk mund t'ia jepnin. Ajo ndalon së justifikuari ndjenjat e saj ose së shpjeguari vlerën e saj. Ajo nuk lyp vëmendje, sepse e di që energjia e saj është e mjaftueshme. Kur dikush tërhiqet, ajo nuk shpërbëhet në frikë, ajo vëzhgon, qëndron e qetë dhe i beson ritmit natyror të lidhjes. Njerëzit e duhur i afrohen asaj sepse duan, jo sepse i shtyn frika ose presioni. Ky është sekreti që pak gra e kuptojnë. Tërheqja është një pasqyrim i energjisë, jo i përpjekjes. Gruaja magnetike e kupton gjithashtu artin e kufive. Ajo di saktësisht çfarë pranon dhe çfarë jo. Ajo e di se qëndrueshmëria është më e rëndësishme se hieshia dhe se respekti nuk negociohet, por fitohet përmes përputhjes së brendshme. Kur ajo shpreh standardet e saj me qetësi dhe pa kërkuar falje, ajo tregon respekt për veten. Ajo sinjalizon se energjia e saj është e çmuar dhe jo e hapur për të gjithë. Kjo qartësi nuk e largon askënd që vërtet i përshtatet, thjesht filtron ata që nuk i përshtaten. Standardet e saj nuk janë mure, por porta. Ato mbrojnë paqen e saj dhe njëkohësisht forcojnë rrezatimin e saj. Një tjetër çelës i tërheqjes femërore është përshtypja emocionale që ajo lë pas. Burrat mbajnë mend gratë që i bëjnë të ndihen të gjallë, ato që prekin diçka brenda tyre që shkon përtej logjikës. Kjo ndodh kur një grua është plotësisht e pranishme, e shprehshme emocionalisht, pa e tepruar, lozonjare dhe njëkohësisht e tokëzuar. Çdo të qeshur, çdo buzëqeshje e sinqertë, çdo moment i vërtet brishtësie mbetet në kujtesë. Këto përshtypje formojnë të pavetëdijshmen, ato krijojnë një ndjesi që zgjat më shumë se mesazhet ose komplimentet. Një energji që është e dallueshme dhe e paharrueshme. Në thelb të së gjithës qëndron vetëdia se ti je çmimi, jo në kuptimin e epërsisë ose egos, por në kuptimin e një vlere të lindur, të palëkundshme. Kur një grua me të vërtet e di se është e mjaftueshme, ajo nuk e jep më fuqinë e saj duke kërkuar vërtetim. Ajo nuk ndjek, sepse nuk ka nevojë. Ajo fton, sepse mundet. Ajo nuk ka frikë nga refuzimi, sepse e di që vlera e saj është e pavarur.
Kjo vetëdije ndryshon çdo takim. Ajo bëhet magnetike jo sepse manipulon, por sepse është autentike në përputhje me veten e saj. Energjia e saj është e papërmbajtshme sepse është e ndershme, e tokëzuar dhe autentike. Bukuria e kësaj mishërimi qëndron në faktin se ajo nuk tërheq vetëm partnerin e duhur, ajo lartëson gjithçka në jetën e saj. Mundësitë, miqësitë dhe përvojat fillojnë të pasqyrojnë energjinë që ajo mban brenda. Vetbesimi i saj bëhet një dritfar që i tregon botës se ajo është e qëndrueshme, e aftë dhe e denjë. Ajo nuk është më e nënshtruar ndaj vendimeve të tjerëve dhe pikërisht kjo liri e bën atë thellësisht tërheqëse. Krijohet një cikël, sa më shumë ajo e vlerëson veten, aq më shumë tërheq njerëz që bëjnë të njëjtën gjë. Sa më shumë ajo e jeton të vërtetën e saj, aq më shumë jeta e saj pasqyron përputhje e jo kompromis. Një nga të vërtetat më të anashkaluara mbi tërheqjen është se ajo jeton nga polariteti. Energjia mashkullore reagon natyrshëm ndaj energjisë femërore që është njëkohësisht e butë dhe e fortë, e hapur dhe e qartë, pritëse dhe e vendosur. Kur një grua mishëron këtë ekuilibër, ajo zgjon dëshirë pa u munduar. Ajo tërheq njerëz jo sepse luan ose planifikon, por sepse energjia e saj është magnetike. Kjo tërheqje nuk vjen nga mungesa ose frika, por nga plotësia dhe ekuilibri i brendshëm. Burrat tërhiqen instinktivisht nga gratë që e përjetojnë veten si të plota, jo nga ato që kërkojnë plotësi tek ata. Prandaj ndjekja kur nuk funksionon, ndërsa përputhja me veten gjithmonë funksionon. Në praktik, kjo do të thotë të zgjedhësh vazhdimisht veten, të vendosësh qëllimet, pasionet dhe paqen tënde mbi vërtetimin e jashtëm, të mbrosh kufit e tu me dinjitet, të komunikosh nevojat e tua pa kërkuar falje dhe t'i përgjigjesh distancës me durim në vend të panikut. Do të thotë të kultivosh praninë, thellësinë dhe një rrezatim të qetë në çdo takim. Do të thotë të jesh pa kompromis vetvetja e sigurt, rrezatuese dhe e tokëzuar. Sepse kur ti e jeton këtë, nuk tërheq vetëm burrin e duhur, por edhe jetën e duhur. Ky transformim është thellësisht shpirtëror. Ai kërkon besim në ritmin natyror të lidhjes dhe dorëzim ndaj përputhjes së brendshme mbi gjithçka tjetër. Bëhet fjalë për të lëshuar iluzionin e kontrollit dhe për të kuptuar se energjia jo përpjekja përcakton tërheqjen. Bëhet fjalë për të njohur se njerëzit e duhur tërhiqen nga drita jote, jo nga dëshpërimi yt. Bëhet fjalë për të ecur nëpër jetë me lehtësi, hir dhe siguri, duke ditur që vlera jote ekziston e pavarur nga vëmendja e të tjerëve. Kur një grua e mishëron plotësisht këtë, ajo bëhet një forcë natyrore e qetë, por magnetike, e butë, por e paprekshme, e hapur, por imune ndaj manipulimit. Dhe këtu qëndron e vërteta e fundit që lidh gjithçka. Burrat tërhiqen nga gratë që janë të plota, jo nga ato që presin të plotësohen. Kjo nuk është krenari, kjo është përputhje. Kjo është fuqia e vërtet femërore. Kur hyn në këtë të vërtet, kur ndalon së ndjekuri dhe fillon së mishëruari, gjithçka ndryshon jeta jote, marrëdhëniet e tua, energjia jote. Ti ndalon së reaguar ndaj botës së jashtme dhe fillon ta formësosh atë nga brenda. Nuk pyet më veten nëse ai do të ndjek, do të angazhohet ose do të qëndroj, ti e di se ajo që është e destinuar për ty do të afrohet natyrshëm, pa mundim dhe me respekt. Në fund, gruaja vërtet magnetike nuk ndjek, nuk lyp dhe nuk luan. Ajo zgjedh së pari veten, rrezaton plotësisht energjinë e saj dhe mbron paqen e saj si diçka të shenjtë. Ajo e kupton se distanca dhe mungesa janë mjete, jo kërcënime. Ajo e di se tërheqja lind nga energjia, prania dhe përputhja e brendshme, jo nga përpjekja ose nevoja. Dhe ajo e di se vlera e saj është e lindur, e palëkundshme dhe e padiskutueshme. Carl Jung na kujtoi, njohja e errësirës tënde është metoda më e mirë për t'u marrë me errësirën e të tjerëve. Duke njohur veten, duke pranuar fuqinë tënde dhe duke mbajtur energjinë tënde të qëndrueshme, ti ndriçon rrugën që të tjerët të takojnë në nivelin tënd. Kjo dritë është magnetike, është e papërballueshme, është e paharrueshme. Kjo është gruaja që nuk ndjek, por pa mundim tërheq dashuri, respekt dhe harmoni. Ky është çmimi dhe ajo e di.